Pse duhet të konsumojmë dardha? Dardhat janë ushqim ideal I vjeshtës, I cili për shumë arsye duhet të konsumohet sa më shpesh. Arsyet janë të shumta, ndërsa në vijim ju sjellim vetëm disa prej tyre. Dardhat janë një fryt shumë I pasur me fibra. Ushqimi I pasur me fibra ndihmon në parandalimin e fryrjes, ruajtjen e nivelit të shëndetshëm të kolesterinës, ndërsa fibrat janë të ndërlidhura edhe me rrezikun e reduktuar të kancerit të gjirit, sëmundjeve të zemrës dhe diabetit të tipit 2. Dardhat janë burimi një vargu të tërë të vitaminave C, K, B2, B3 dhe B6. Për gratë shtatzëna apo nënat që janë me fëmijë në gjy, është e dobishme informata se dardhat përmbajnë acid folik. Sa I përket mineraleve, dardhat përmbajnë kalcium, magnez, kalium, bakër dhe mangan. Vitamina C dhe bakri janë antioksidan, kështu që ngrënia e dardhës bën mrekulli për imunitetin tuaj. Dardhat përmbajnë edhe mineralin bor, I cili I duhet trupit ton për të absorbuar kalciumin. Prandaj dardhat janë të lidhura me efektin pozitiv kur bëhet fjalë për osteoporozën. Dardha konsiderohet edhe një frut hipoalergjen, që do të thotë se njerëzit që janë të ndjeshëm ndaj ushqimit mund të hanë dardha pa u frikësuar prej efekteve anësore. Ngrënia e 3 apo më shumë porcioneve të frutave në ditë, si për shembull dardhës, mund të ulë rrezikun prej degenerimit makular senil, I cili është shkaku më I shpeshtë I humbjes së të parit tek të moshuarit. Quercetina është një tjetër antioksidant që gjendet në lëvorën e dardhës dhe ndihmon në parandalimin e kancerit dhe dëmtimin e arterieve të cilat shkaktojnë sëmundje të zemrës. Gjithashtu, një studim I kohëve të fundit nga Universiteti Cornell ka zbuluar se konsumi I dardhës ndihmon në parandalimin e sëmundjes Alzheimer. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.